U rikthyem në pjesën e dytë të emisionit, zakonisht në këtë pjesë të emisionit ne gjithmonë kemi të ftuarit tan ku flasim dhe biseda të ndryshme në orët e mëngjesit. Në një moshë ku shumica e të rinjave janë të përqendruar te përfundimi i shkollës së mesme dhe planet për të ardhmen, një djalë i ri ka vendosur të ndërmarrë një hap të veçantë. Hamza Alili, nxënës i vitit të 4 në shkollë të mesme, ka shkruar librin Arti i mendimit të mençur dhe reflektimi në shoqëri, një vepër që trajton tema të rëndësishme si zhvillim personal, roli i rinisë aktive, leadershipi që në moshë të re dhe komunikimi i mençur. Dhe sot me mua në studio kemi autorin e librit Hamza Alili. Mirë se erdhe në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës, Hamza. Mirë se u gjeta, përshëndetje Rehan, është nderë dhe kënaqësi që të ndaj këtë mëngjes në emisionin e Ritmi i ditës. Të flasim pak për librin. Si lindi ideja për të shkruar librin Arti i mendimit të mençur dhe reflektimi në shoqëri? Sa i përket librit tim Arti i mendimit të mençur dhe reflektimi në shoqëri, unë kam dashur që moti të shkruaj një libër, por idetë që më motivuese më erdhën në kohën e fundit me projekte të ndryshme që realizonim. Pra kisha dëshirë që të përfitoj çdo lexues nga projektet që kam realizuar unë. Hamza, mund të na thuash çfarë përfaqëson për ju titulli i këtij libri dhe pse zgjodhët pikërisht të themi këtë titull apo këtë emër për librin? Patjetër, libri Arti i mendimit të mençur dhe reflektimi në shoqëri ka këtë kuptim. Arti i mendimit të mençur në kupton shprehjen tonë personale, mendimet tona të cilat i mendojmë në përditshmëri. Kjo i nxit të rinj që të veprojnë me mendimet e tyre, ndërsa sa i përket reflektimit në shoqëri është çështje më shumë sociale se si sillemi në shoqëri, me kë shoqërohemi dhe si veprojmë në shoqërinë tonë. Sa mendoni që ky libër do ndikon tek rinia, tek moshatarët e tu? Mendoj sipas strukturës të librit tim, mendoj se do të ketë ndikim të madh pasi që mesazhi është i qartë, i kapshëm dhe i shkurtë. Edhe i shkurtë. Si është i ndërtuar libri, në kapituj apo në tema të veçanta? Libri është i ndërtuar në tema të veçanta dhe pikërisht është arsyeja që lexuesi ta ketë më të kapshëm mesazhin e këtij libri. Mund të na thuani se cilët janë temat kryesore që keni trajtuar ju në këtë libër? Disa ndër temat kryesore janë buzëqeshja dhe komunikimi, qendro vetvetja, qëndrueshmëria, besueshmëria, planifikimi, koha, edukata, sjellja, këto janë temat kryesore të librit. Mund të na thuash se cila ka qenë ajo tema më sfiduese për ta shkruar dhe na tregosh arsyeën pse? Mendoj se tema më sfiduese ka qenë tema e parë, si mendojnë njerëzit e mençur. Arsyeja pse është sepse ka dashur një hulumtim më të thellë, analiza më të thella për shkak se mesazhi duhet jetë i qartë. Mund të na thuani sa kanë ndikuar aktivitetet dhe trajnimet ku keni marrë pjesë në formimin e ideve të librit? Aktivitetet janë pika kryesore të cilat kanë ndikuar në shënimin e këtij librit. Unë fillova të marr pjesë në aktivitete nga më të ndryshme, që në vitin e parë në shkollë të mesme. Me të vërtetë këto aktivitete kanë ndikuar shumë tek unë për shkak se kemi pasur raste të mbajmë trajnime me trajnues profesionistë të fushave të ndryshme dhe gjithë këto përmbledhje më kanë ndihmuar vërtet shumë. Të flasim pak për librin, domethënë periudhën e të shkruarit, ku keni potencuar që 3 muaj ju është dashur për ta shkruar librin. Mund të na thuani se si ka qenë kjo periudhë për juve? Patjetër, periudha 3 mujore e shënimit të librit tim ka qenë një eksperiencë veçanërisht shumë e mirë. Fillimi ka qenë i vështirë, kuptohet, por me kalimin e kohës filloi të më bëhet si përditshmëri. Sa filloja shkruaja, dëshiroja të shkruaj edhe më shumë derisa arrita në përfundim. Nga ju vinte inspirimi, të themi, për të shkruar? Si u motivoni? Patjetër, inspirimi ka ardhur vazhdimisht. Unë realizonam për shembull një projekt në një organizatë qeveritare, dijen që fitonim nga ato projekte, mundohesha që ta përmbledh në një titull të librit tim, prandaj ka qenë eksperiencë veçanërisht shumë e mirë. Shumë e mirë dhe të shkruarit të këtij libri. Mund të na thuani a përfshin libri edhe përvoja personale apo shembuj të themi edhe nga jeta e përditshme e juaj? Po, pjesa e reflektimit të shoqërisë ka përfshin edhe çështjen personale, për shembull, sjelljen time me shoqëri, përvoja time me shoqëri, të cilat kam munduar që se çka kam fituar në shoqërinë time t'ia përfaqësoj edhe lexuesit, që të përfitoj sadopak. Pikërisht. Mund të na thuani se çfarë mesazhi kryesor dëshironi të marrë lexuesi nga libri juaj? Mesazhi kryesor do të kisha dashur që qëndro vetvetja, ki vetbesim dhe i qëndrueshëm në veprimet e tua apo në vendimet e tua. Sepse kjo është pika kryesore një njeriu të cili dëshiron të jetë i suksesshëm. Si e shihni ju rinin sot? Rinia sot... Gjeneratën tuaj, të themi moshatarët e tu. Patjetër, rinia sot ka një
energji të cilën e shfrytëzon në dy anë, qoftë në anë pozitive apo negative. Shpresoj që shihet që ka iniciativa edhe për anën pozitive, marrin vendime të mira, të mençura. Prandaj unë e shoh rinin se ka motiv, por këtë motiv ta drejtoj tek çështjet më të mira. Më të mira. Jemi në epokën të themi digjitale, jetojmë në botë ku teknologjia mund të themi lirshëm që gjithë botën, rënjin njerëzit i ka okupuar të themi. Sa ndikon edhe teknologjia tek ju? Patjetër, kjo ndërlidhet edhe me një ndër temat e librit tim, ndikimi i rrjeteve sociale, kjo ndikon shumë tek të rinjt, por qoftë në anën pozitive apo negative. Por kjo ndikon edhe në anën pozitive shumë. Për shembull, ne nëse kemi të promovojmë diçka në rrjetet sociale, lehtësisht mund ta promovojmë. Prandaj ju bëj apel çdo të riu që mos ta shfrytëzoj për shembull për manipulime të rrjeteve sociale, por ta kontribuoj që në zhvillim personal, që të përfitoj sadopak nga rrjetet sociale, pasi që është mundësia në kohët e sotme. Mundësia, pikërisht. Zakonisht e dim që kohëve të fundit të themi, të rinjt janë të dhënë të themi pas rrjeteve sociale, pas botës digjitale, teknologjisë e kështu me radhë. Çfarë nga ju personalisht, nga rrethi juaj, që ju jeni munduar edhe ato përvojën tuaj personale, por edhe çfarë keni mësuar nga organizatat jo qeveritare, por edhe nga shoqëria jeni munduar ta përcjellni ndërmjet librit. Çfarë do thoni pikërisht për këtë pjesën e rrjeteve sociale, ku thatë edhe ju vetë që i keni përfshirë në libër? Për pjesën e rrjeteve sociale kemi mësuar edhe në trajnimet apo aktivitete nga më të ndryshme, nga organizatat jo qeveritare. Ato në aty projekte kemi potencuar se është e rëndësishme shumë planifikimi i kohës. Ne kohën nuk do ta shfrytëzojmë vetëm në rrjetet sociale, kërkon që kohës të kushtojmë edhe për dituri, për mësim, për zhvillim, për aktivitete shoqërore, pra të dalim në natyrë diçka e tillë. Diçka e tillë. Si ka qenë reagimi i parë i lexuesve që kanë parë të themi librin apo që kanë lexuar për herë të parë librin tuaj? Unë pasi që ndava librat, pash tek lexuesit se kishte interesim të madh dhe secili gjente nga një temë e cila i përshtatet atij. Pastaj pasi që e lexonin thotë se qen ka edhe për mua, dhe vazhdonin ta lexonin. E kanë gjetë veten të themi. Po, kanë gjetë vetë të paktën të një temë. Te një temë. Duke qenë se jeni një autor shumë i ri, mund të na thoni se çfarë ju motivon të merrni një hap kaq të madh të themi si shkrimi i një libri? Më motivon ideja që të kontribuoj në komunitet. Për shembull në rinin ton, shoh se rinia ka nevojë për motivim. Ka nevojë për motivim që për të përmbledhin idejnë, për shembull nga libri im të përmbledh informacione me të cilat do t'i shfrytëzoj në jetën praktike dhe do të përfitoj shumë. Pra qëllimi im kryesor është që të rinjt të përfitojnë nga leximi i librit tim. Nga leximi i librit. Si e shihni rolin e rinisë në shoqërinë e sotme? Roli i rinisë është kohës fundit vendimarrës. Të rinjt janë më shumë aktiv, më shumë përfshirë në për aktivitete të ndryshme dhe kjo më motivon edhe mua që bashkarisht të arrijm diçka. Të arrini diçka. Në libër flisni për rinin aktive. Çfarë do të thotë për ju të jesh një i ri apo të jenë edhe bashkëmoshatarët e tu kështu në këtë moshë aktiv? Të qenurit aktiv është gjëja më e bukur e një të riut, pasi që mosha është e cila e kërkon këtë gjë. Pra unë i them të rinjve që mos qëndrojnë pasiv, mos qëndrojnë duke ndenjur, të paktën qoftë me shkollim, qoftë me punësim, apo të merren me diçka, mos qëndrojnë pasiv, pasi që pasiviteti nuk sjell asnjë dobi. Hamza, mund të na thuash, a mendoni se të rinjt kanë mjaftueshëm hapësirë për të shprehur idetë e tyre, por edhe potencialin e tyre? Mendoj se kanë hapësirë, qoftë nga organizatat, qoftë nga institucionet, mendoj se kanë hapësirë dhe këto hapësira shpresoj që t'i shfrytëzojnë të rinjt. Pasi që mbështetja është e gjithanshme për të rinjt në kohët e sotshme. Hamza, mund të na thuash se si është një ditë e jotja? Si fillon dita jote? Dita ime është fillimisht mëngjesi, përgatitjen për shkollë, takohem me shok, ndonjë kafe me shok, bisedë rreth shkollës, rreth aktiviteteve, pasi që shoqëria ime është e lidhur ngushtë me mua dhe bëjmë aktivitete së bashku. Pra është përbërje interesante, pastaj nga shkolla merrem me disa biznese të cilat i kam. Pra është gjithmonë jam aktiv. Aktiv jeni. Mund të na thuani se cilët janë ato aktivitete që i bëni në shkollë, por edhe në organizatat ku ju zakonisht i frekuentoni ato? Cilët janë apo të themi konkretisht edhe projektet e juaja që punoni? Projektet tona janë në sfera shumë të ndryshme për zhvillim personal. Është kryesore e këtyre temave, nga trajnues me të vërtetë profesionist, të cilët mundem edhe t'i përmend si
Leonard Kaja është një trajnues profesionist i cili na ka ndihmuar në zhvillimin personal, në zhvillimin e karrierës e kështu me radhë. Sa mund të na thoni sa e rëndësishme është që të rinjtë të fillojnë të zhvillojnë aftësi leadershipi që në moshë të re? Është e rëndësishme, pasi që ne nëse fillojmë që në moshë të re të zhvillojmë aftësitë e leadershipit, me të vërtet që pritshmëritë për të ardhmen do të jenë shumë më të mëdha dhe do të kemi mundësi që të udhëheqim në grup më të madh të komunitetit tonë dhe të kemi ndikim më të madh dhe më afatgjatë. Mund të na thoni se bashkëmoshatarët e tu, çfarë mesazhi do t'ju jepnin, ndoshta kanë ndonjë ide ato ose në të ardhmen për të shkruar ndonjë libër, kështu. Cili do të ishte mesazhi juaj? Ndoshta edhe ndonjëherë hezitohen ata për të shkruar. Po, nuk kanë atë guximin. Nevojitet vetëm ideja, nëse i vjen spontanisht një njeriut një ide se dua të shkruaj një libër. I them që në varësisht temës të cilën ka përcaktuar, le të orientohet tek profesorët e drejtimit të cilit ka vendosur që ta shkruajë atë libër dhe të marrë informacione sa më shumë, të pyesë se si mund ta bëjë një libër, çfarë duhet të marrë udhëzime nga njerëz të ndryshëm, të komunikojë me njerëz të ndryshëm, me të cilët do të përfitojë dhe do të ketë mundësi që ta realizojë një botim të librit, pasi që mbështetje thash se ka gjithanshme është mbështetje. Sa ju kanë ndihmuar të themi edhe profesorët? Profesorët më kanë motivuar shumë. Në shkollën tonë profesorët e kam cekur se janë shumë mbështetës për ne, pra çdo iniciativë që kam marrur, kam pasur përkrahje dhe prandaj ja kam dalë. Ja keni dalur. Mund të na thoni sa e rëndësishme është edhe mbështetja e familjes, e shkollës, por edhe e institucioneve për një të ri që dëshiron të realizojë një projekt të tillë? Mbështetja e familjes është mbështetje personale, mbështetja e profesorëve është intelektuale, ndërsa mbështetja e institucioneve është patjetërsueshme. Nëse as institucionet nuk do të na ndihmonin, nuk do të mundemi që ta realizojmë pjesën financiare apo çfarë do qoftë. Keni menduar për të shkruar ndonjë libër tjetër, ndonjë projekt tjetër? Kam plane për të ardhmen, por ende nuk kam filluar. Shpresoj që do të kem diçka në vijim. Do të ndryshoni të themi tematikat apo do rini këtu ku jeni tani? Mendoj se do t'i përshtatem kohës në të cilën do të jetë periudha kur do ta shkruaj atë libër, pasi që unë jam i orientuar të shkruaj atë që është aktuale dhe mesazhi të jetë aktual, modern, i qartë për të rinjt. Mund të na thuash se cili shkrimtar të pëlqen më shumë? Ose autor? Më pëlqejnë aktorët e mëhershëm, si për shembull Ismail Kadare e kështu me radhë. E kështu me radhë. Mund të na thuash se tani autorët e rinj sa ju pëlqen që të shkruan ndoshta edhe të rinjëve? Ju e cekët edhe më herët që bota digjitale sadopak e ka bërë të vetën dhe tani e kanë më të lehtë të shprehen nëpër rrjetet sociale sesa të ulen dhe të shkruan një libër. Është një pjesë. Unë realisht kam shok apo persona të cilët shkruajnë libra, pra është një pjesë e vogël, por i motivoj edhe të tjerët që të shkruajnë. Nuk është patjetër libra të mëdhenj siç që kemi parë ne më parë. Është e rëndësishme që mesazhi të jetë i qartë. Çfarë do mesazhi që dëshiron të jep, shfrytëzoje mundësinë që ta shkruash një libër. Hamza, pasi që je edhe nxënës i vitit të 4 në shkollën të mesme, keni filluar me përgatitjet e provimit e testimit shtetëror që zakonisht fund vitit ju bëhet. Po, tani këto ditë kemi prezantuar temën. Do shkruash një libër edhe për testin e maturës? Po, edhe testimin e maturës, për stresin që robot, udhëheqje, kjo gjitha këto që i përjetojnë, mund të themi, nxënësit e shkollës së mesme. Nuk është ide e keqe, është ide shumë e mirë. Do t'i shërbente shumë rinis. Do t'i shërbente sadopak në aspektin psikologjik. Psikologjik, patjetër. Për t'ju ndihmuar të rinjëve, e dim që ky testim tani e dim që në fund të muajit maj dhe qershor janë testimet dhe mund të themi lirshëm që kjo ndikon sadopak tek të rinjtë. Unë e potencoj se kam qenë një ndër gjeneratat e para që kam kaluar këtë testim dhe mund të them që ai stresi dikushëm tani kur i dëgjoj të rinjët dhe them ndalu veç pak se kam kaluar dhe ka qenë shumë e vështirë. Keni filluar të përgatiteni? Kemi filluar të përgatitemi, por shpresojmë se do t'ja dalim, pasi që mbështetja është e profesorëve, e mentorëve, na sugjerojnë, na japin udhëzime dhe mendoj se me mbështetjen e tyre do t'ja dalim suksesshëm. Me sukses. Atëherë Hamza, për në fund mund të na thoni cilët janë planet e tua në të ardhmen? Planet e mia për të ardhmen, mbasi që jam viti 4, është të studioj në Universitetin e Shtulit, Evropës Juglindore për ndryshe, dhe të studioj çështjen e ekonomisë, financave, bankave dhe kontabilitet, pasi që në të ardhmen e shoh veten si një ekonomist. Kjo është synimet e mia për të ardhmen. Hamza, të faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit të mëngjesit të ritmi i ditës dhe shpresojmë të gjitha ëndrat e tua
mos të ndalen, të plotësohen në të ardhmen dhe të vazhdosh me shkrimin e librave, e këtyre gjërave, pse jo mos të ndaleni asnjëherë me aktivitetet të tilla. Shpresojmë që sadopak të jesh shembull edhe për moshatarët e tu. Në këtë kohë mund të themi lishëm që është e vështirë njëri që të shkruan një libër. Unë të përgëzoj dhe të uroj suksese në të ardhmen. Ju falenderoj shumë, ishte nder dhe kënaqësi e veçantë për mua. Shikues të nderuar, ky ishte Hamza Alili, i cili ka shkruar një libër pikërisht që ka të bëjë për jetën e tij, për moshatarët e tij, për si ndikon çfarë duhet të mësojnë e kështu me radhë. Kështu që qëndroni me ne dhe ne rikthehemi sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me materialet tona.